Zyrtarët e lartë të Kosovës e Shqipërisë vlerësuan si autostradë energjetike projektin për ndërtimin e linjës së interkonektive 400 kW në mes këtyre dy vendeve që kap vlerën prej 75 milionë eurove, ndërsa mundson rritje të ndërshkëmbimit energjetik për Kosovën nga 250 MW në mbi 600 MW. Operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës dhe operatori i sistemit të transmetimit të Republikës së Shqipërisë në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit nënshkruan kontratën për ndërtimin e linjës, projekti së cilës ka vlerën e 75 milionë eurove. Qeveria e Kosovës do të investojë 16 milion nga buxheti i saj, përderisa 17 milion do të merren kredi nga Banka Gjermane për Zhvillim KFW. Qeveria shqiptare ndërkaq do të marrë pjesë me 42 milion euro, nga ku 40 do t'i sigurojë nga Banka KFW Gjermane dhe 2 milion do t'i sigurojë nga buxheti i saj. Sipas projektit parashikohet që rritja e ndërshkëmbimit energjetik për Kosovën nga 250 MW të arrijë në mbi 600 MW, përderisa rrjeti do të shtrihet në 242 km. Damian Gjiknuri, ministri i Energjisë dhe Industrisë në qeverinë e Shqipërisë, tha se projekti është i rëndësishëm pasi ofron benefite të shumta për rritjen e zhvillimit ekonomik për të gjithë hapësirat mbarshqiptare. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili, në shkrimin e kësaj kontrate, e vlerësoi si autostradë energjetike Kosovë-Shqipëri, pasi përmes saj shkëmbimi i energjisë mundsohet mes të dyja vendeve.